Një cikël të mbyllur këtë pjesën e Erion Veliajit. Erion Veliaj nuk mbështetet më as nga Partia Socialiste, asnjë deputet nuk ka reaguar për sa i përket rastit Veliaj. Po për të jemi të qartë, po si po bashkohen kundërshtarët? Këtu filloi tani. Flasim ta mbaroj dhe flasim deri për këtë. Ku dua të dal unë? E para një sepse këtu kapte pjesa e shkarkimit dhe unë i kam dhënë opinionet e mia. Ajo seancë e cila bëhet nesër do ndaj 62-shin që ha diskutim pjesa e marrëdhënies që si u shkarkua zoti Veliaj dhe pjesa e VKM-s që i bie individuale është pjesë ligjore dhe e ndan. Pra, në marrëdhënien të cilën ai e ka bërë ankimin në kushtetuese lë shumë mangësiera, ju jeni jurist, kuptoj vetë se çfarë gabimesh ka, sepse këtu dolën shumë jurista, shumë avokat dhe nuk bazoheshin te referencat kushtetuese. Që një ankim i çdo kujt qytetari pranohet në protokollin e gjykatës kushtetuese, por nuk ka efekte menjëhershëm që u pranua, u pezullua. Dhe janë thënë e sërthënë të gjitha elementet, por zoti Veliaj në kushtetuese marrëdhënien e shkarkimit e fiton vetëm me nenin 62, por nuk pengohen zgjedhjet e datës 9. Është marrëdhënie. Nuk pengohen zgjedhje, data 9 ka vdekur, po nuk ndoshta nuk pengohen zgjedhje. Po data 9 ka një element të cilin nuk e kaloi aty ku duhet. Çështja ka dalë për te kuadrit juridik. Merrem me këtë tani. S'është është politike, kjo s'ka më juridike. Merrem atë tipo diskutojmë. Se vetë Veliaj e zori nga konteksti juridik, e bëri politike. S'ka më vlerë apo. Do jap një opinion si i jashtëm që janë në rregull. Një sekondë funksionoi edhe një. Kodi procedurë, se procedura është në rregull. Të lutem. Shiko tani çka kam parë unë dje në kuvend. Po ta kapte Dumani dhe pasaj të dalte pjesa problematikës. Vetëm shpejt lutem se s'kemi shumë minuta. Po këta i leti, më le dhe mua. Jo, po dakord, vetëm që shiko tani. Okej. Në kuvend dje kam parë turpin e politikës shqiptare që neve ata njerëz që i shikojmë për vite bëjnë atë pyetësor të mangët dhe të mefsht si të delegjitimonin institucionin e SPAK-ut, prit. Dhe pam një Parti Socialiste e cila heshti në këtë situatë. Pra është një strategji dhe një rregull i jashtëzakonshëm. Te pjesa e Dumanit, unë si administrator 3 vjeçar kam parë modelin e njeriu me moral, integritet dhe të pakorruptueshëm. Askush nuk mund të flasë më për atë njeri që ai Erion Veliaj që thotë sot që është totalisht përdorur. Atëherë ja po ta shpjegoj. Neve kemi qenë vetë këtu në për këto studio bashkë me Benin kemi diskutuar në shërbim të qeverisë. Ta them unë. Dhe ka ngritur një skenar për të mequr muafat nga kryetari i bashkisë. Se kanë tapit tani se gjeti me tapit tani. Por unë po them çfarë ai. Ja më ta them unë. Shiko, të lutem. Ajo marrëdhënia për të cilën ai pretendon se SPAK-u i ka bërë dëm, ne kemi diskutuar që në qoftë se ai kishte një konflikt interesi me Olsi Daton apo me Altin Dumanin të ballafaqonte provat, avokatët aty i kishte të bënte një kërkesë për largimin e prokurorëve të shfaqte arsyet dhe nëse nuk ja pranonin ta çonin në gjykat. E kishte këtë autoritet se ja parashikon ligji. Dhe marrëdhënia e tij e cila u fokusua në rebelizma, në komunikime, të cilat dolën edhe jashtë kontrollit në vetvete, ishin te pjesa më e gabuar e tij, se ai zgjodhi betejën, e cila ajo që mendon se si fitore. Nuk ka lidhje me Dumani fare këtë mos. Mos u merrni asnjë po. As me Beri, as me lidhje fare, mos u merrni. Po tjetër gjë pura. Unë s'dua të dal fare, s'dua të dal fare te marrëdhënia e Erion Veliajit me s'do të dal fare te marrëdhënia e Erion Veliajit me kryetarin e Bashkisë së Stambollit, i cili është në burg sot. Miqësia e tyre e ngushtë që ndoshta ka edhe këtë prapavi. Do të parë edhe ky si element. Lëreni tani jo. Që ka futur Erdogani tu Erion Veliaj. Shiko, edhe një herë, miqësia e tij e ngushtë me kryetarin e Bashkisë së Stambollit, ndoshta ka krijuar një marrëdhënie të, ne s'duam jemi të varur nga Turqia. Ne jemi produkti i Turqisë. Se shef ndryshe mo. Se shikoj fare ndryshe. Po shifet që si Veliaj ka qenë interlokutori me qenë mirë dhe me opozitën e Erdoganit, Rama me Erdoganin këtej. Si do të shkojë Dumanit është
është mjeti A do shkojnë publicitet dhe rikthehemi pak që ta mbledhim pak situatën. Rikthehemi pas pak dhe flasim për pasojat politike të kësaj lëvizje të Ronvelis, cilët spaku 3 nga 4 bashkëbiseduesit thonë se është një betejë tashmë që s'ka lidhje fare me ligjin, s'ka lidhje fare me kushtetutën, por është një lëvizje e pastër politike kundër Edi Ramës. Rikthehemi pas pak.